Ja ku jemi përsëri live, zonja dhe zotrin, rikthehemi në dita jonë dhe flasim pak edhe për situatën dhe zhvillimet në Kosovë. Ka ndodhur një fenomen i çuditshëm fakt. Është interesante sepse në të kaluarën Kosova i mbaronte zgjedhjet dhe fillonte punën, ndërkohë që këtë herë ka ndodhur e kundërta. Ne po mbarojmë punën shpejt e shpejt. Kosova ende nuk ka konstituar. E vërtet. Dhe sot pritet që zonja Osmani, pra ose më saktë presidentja e Kosovës, të marrë frenat në dorë me përpjekje gjithmonë për të zgjidhur këtë ngërç. Dhe për të folur për këtë dhe jo vetëm, sot në studio kemi Xhevair Shardakun, producentin e zhvillimeve ndërkombëtare, dhe në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina jemi dhe me gazetarin ton, Tomor Avdia, i cili natyrisht do të na përditësojë me më të fundit. Kështu që Tomor, nisim me ty, çfarë pritet të ndodhi sot dhe si është organizuar ky takim i presidentes Osmani? Po, presidenti Osmani më në fund ka thirrur partitë politike në Tryezë, e cila do të nisin në orën 13 të gjitha partitë, pra duke përfshirë këtu partinë që ka më së shumti vota VV, edhe partitë e tjera shqiptare, do të nisin në Tryezë të përbashkët në orën 13, e cila pritet të zgjasin për afro 2 orë deri rreth orës 15. Pastaj presidenti Osmani ka të ftuar të gjitha subjektet e partive minoritare në një takim tjetër që nis në orën 15. Kjo është e paraparme në agjendën e saj të takimeve, po ky takim i cili pritet të zhbllokojë ngjarjen politike ka ardhur pas një kërkese disa herë që është përsëritur nga partitë ish partitë opozitare, pra Partia Demokratike ka bërthirë disa herë për një takim të përbashkët, pastaj është mbështetur nga LDK dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Gjithsesi konfirmimin në këtë takim e kanë bërë të gjitha subjektet politike, por ende nuk është saktuar se kush do ta përfaqësojnë partinë më të madhe Lëvizjen Vetvendosja, pasi partitë e tjera do të përfaqësohen me liderët e tyre politike. Ky takim ka ardhur edhe një frymën e një kërkese që kanë pasur faktorë ndërkombëtar, duke përfshirë këto Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania, që sa më parë të bëhet konstituimi i kuvendit dhe të nisin negociatat për formimin e qeverisë, çfarë është detyrë kushtetuese juridike edhe Albin Kurtit si fituesi i zgjedhjeve. Por kërkesa e tyre ka shndruar jo vetëm në adresë të tyre, po të partive të tjera politike për një qeveri gjithëpërfshirëse ose qeveri me një bazë të gjerë, pra çfarë është kërkesa e tyre për të bërë sa më shpejt hapat edhe për të hyrë sa më shpejt në ato fazën e cila është fazën nxehtë, pra ajo kërkimit të ose negociatave të cilët faktorë ndërkombëtar është duke kërkuar prej kohësh që palët i ulin për të vazhduar aty ku ka mbetur pra dialogu mes dy vendeve dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me integrimin e vendit. Por Vjosa Osmani ka dhënë shenja me disa deklarata të matura kohë të fundit që mund dhe ka mundësi që ndoshta të krijohet një hapësirë për të zhbllokuar ose thjesht ajo çfarë kërkesat janë të barrikatuar dy palët, largimi i emrit pra të Vjosa, largimi i kandidatës për emrin e saj që është propozuar, pra për sot seanca është 16 për 15 të tjera ku zonja Axhiu nuk ka kaluar dhe partitë opozitare kanë kërkuar që duhet një emër tjetër dhe ata kanë dhënë 2 emra të tjerë ose 13 të tjerë, por partia më e madhe nuk ka përfilluar kërkesën e tyre. Kjo kërkesë ndoshta ose në një zgjidhje tjetër ose një kandidat tjetër mund të bëjë që ajo ngjarje politik dhe ngjarje për konstruimin e kuvendit mund të përfundojë sot dhe seanca radhës e cila i bie të jetë të zhvillohet ditën e shtunë mund të kalkulojmë një seancë e cila kur mund të përfundojë pra sa i përket konstituimit kryetarit të kuvendit, nën kryetarëve dhe kryesisë së kuvendit, për të nisur atë minutat shtesë të zotit Kurti që janë prej afro 2 javësh, pra për të çuar një kandidat në zyrën e presidentes për kryeministër. Kjo do të ishte një skenar, le të themi, më optimal, apo jo Tomor, sepse të shohim. Po ja e komentojmë pak dhe me Xhevairin dhe pastaj vim sërish tek ty. Pra, Xhevair, nëse deri dje bëhej fjalë vetëm për kryetaren e kuvendit, tani duket sikur kërkesat e partive të tjera opozitare po shtohen apo jo, Patjetër. Vendi sa më shumë kalojnë ditët, aq më shumë zhytet në këtë krizë politike edhe më thellë dhe që nuk po gjendet një rrugdalje se si mund të kapërcehet, se si mund të rikthehet ai normaliteti institucional pasi për Kosovën në rrezik apo çfarë janë në lojë, le ta themi kështu, janë disa miratime që parlamenti duhet t'i bëj. Këtu flasim edhe për paketën e rritjes të Bashkimit Evropian që duhet miratohet në kuvendin. Bëhet fjalë për një fond prej 800 milionë eurosh që do të sillte për Kosovën projekte të ndryshme zhvillimore, gjithashtu do të mundsonte edhe një afrimitet edhe më shumë me Bashkimin Evropian në këtë fazë ku edhe Bashkimi Evropian i ka dhënë prioritet jashtëzakonisht shumë
avancimit të integrimit për vendet e Ballkanit Perëndimor për t'i afruar edhe më shumë ata me Bashkimin Evropian dhe prandaj pa u funksionuar disi në një lloj mënyre kuvendi i ri i Kosovës, së gjitha këto projekte, por gjithashtu edhe punë të tjera që presin shtetin e Kosovës kanë mbetur në stand-by, pra vetëm për shkak të krizës politike që tashmë ka nisur me emrin e kryetarit të ri të kuvendit, do të vazhdoj ndoshta edhe me numrat për qeverinë e re dhe me gjas do të përfundoj me zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare, pasi edhe opozita duket se ka të vështirë që të mbështes kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryetar kuvendit, nga ana tjetër edhe lëvizja vetëvendosje e ka të vështirë dukshëm që ta miratoj emrin e Albolena Haxhiut në kuvendin e Kosovës dhe pastaj patjetër që pritet ta ketë vështirë edhe për t'i gjetur numrat për qeverinë e re dhe prandaj vendi po shkon në zhytet edhe më thellë në këtë krizë politike dhe tashmë syt janë drejtuar nga zyra e presidentes, e cila do t'i pres liderët apo përfaqësuesit e partive politike në Kosovë pikërisht për të diskutuar apo për gjetur atë gjuhën e përbashkët se si mund të tejkalohet kjo krizë institucionale. Ja, këtu do të qëndrojmë ta pyes pak Tomorin se nëse në Shqipëri përgjigjen mund ta marrim lehtë, për Kosovën kur vjen puna tek impakti dhe influenca që ka presidenti Tomor tek partitë politike për të gjetur një zgjidhje, sa i madhe është dhe sa vërtet ka shpresë që Vjosa Osmani mund t'i jap drejtim kësaj çështje? Faktikisht Vjosa Osmani vjen nga një partia pra më vite në vend nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila kjo parti i ka dhënë votën edhe gjatë votimit e saj 4 vite më parë, pra si parti, si kandidate si presidente. Kjo është mbështetja vetëm që vjen nga ajo, por edhe fal një bashkëpunimi që ka pasur për disa vite me Albin Kurtit, ku gjatë vitit të fundit ky bashkëpunim është ftohur mes tyre dhe duket që ky bashkëpunim tani është larguar ajo çfarë përbën brenda grupit të Albin Kurtit. Vjosa Osmani ka një strukturë të listës Guxo, e cila është me 6-7 deputetë, e cila në çdo moment mund të bëjë një fragmentim të këtij grupi dhe kjo është ajo çfarë është një lloj presioni brenda vet grupit të VV-s, ku mund të krijohet një hapësirë për të bërë presion te Kurti. Kjo është ajo forca politike që realisht e ka brenda partive politike dhe realisht e merr atë formën e saj për të thënë ato çfarë duhet në tryezën e takimit të sotëm në orën 13. Por ashtu këtu ndoshta edhe atë çfarë ka qenë skepticizmi më i madh, ku disa herë është kërkuar pra një takim i tillë nga Partia Demokratike e Kosovës, ku Vjosa Osmani nga kjo parti është kontestuar vazhdimisht edhe nuk ka pasur besim. Edhe shtimi i këtij besimi me anë të deklaratave nga kjo parti bën goxha, po them, jep goxha forcë dhe frym që mund që palët të gjejnë një zgjidhje dhe ja e forcon po them me karakterin e saj në këtë takim, duke përfshirë këtu që vetëm është që ka një mbështetje të madhe ndërkombëtare dhe gjatë viteve duke përfshirë edhe muajve të fundit, ajo ka pasur takime të vazhdueshme dhe ka pasur vizite takime në shumë kryeqytete të vendeve të botës dhe këtë mbështetje ka vazhdimisht duke përfshirë këtu në mbështetje të fortë që ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë ato të cilat e forcojnë rolin e saj, por gjithsesi duke parë parasysh që kanë mbetur rreth 10 muaj si president e vendit, kjo faktikisht dobëson në pozicionin e prapavit të saj për të vepruar më fort në këtë takim. Por palët, si të zhduket, edhe ato informacione që i kemi, kanë marrë më shumë dëshirë këtë takim për arsye sepse edhe ato kërkojnë një zgjidhje e cila nga dikush, pasi gjerë tani faktorin ndërkombëtar duke përfshirë këtu miqtë tanë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanikët kanë pas deklarata, po nuk kanë pasur takime kokë me krerët e partive ose liderët politike për të bërë presionin, siç jemi mësuar para disa viteve ku Kosova ka qenë vazhdimisht në këtë presion të madh politik ndërkombëtar.